të mëdhaja, të flasë për Bogorodicën e Prizrenit, për këtë Pejes që i referohet si patriarkana e Pejes, apo e Graçanicës, apo Deçanit. Ke dokumente shumë të hershme. Domthon ke shënime të zëm 1340-ën, 40-ën, ku ka shënime filan familja sa grur i ka dhënë manastirit. Është mbajt, domethënë, ajo kontabiliteti. Pastaj ta zëm 1348 se ke këtë shpalljen apo kurorëzimin e car Dushanit në Perandor. Perandor të sërve, bulgarëve, arbanazëve, etj. Pastaj e ki ligjin e car Dushanit. Gjithnjë po i referohem referencave serbe, sepse kemë të bëjmë me një histori serbe. Që pastaj ke shënimet për mushtajën e zezë, shënimet në minjerën e Novobërdës, bie prodhimi dikun 4 fish më pak, futet në karantinë Novobërda. Mortaja këtë pjesë e kap, e infekton 1345, 1346-47 car Dushani, largohet, izolohet në Hilendar. Jo, shënime, gjitha këto, po flasëm një 50-60 vjetë më herët se sa që ka ndodhë beteja. Pra ki këso farë sepse po i përmendi këto, sepse po i dëgjoj historiant shqiptar duke thënë se në mesjet nuk ka pas shënime, jo ka pas shënime. Për gjëra, për evenimente të rëndësishme, qofshin kurorëzimet e mbretërve, qofshin këto beteja, gjithkun ka shënime. Ta zëm për betejën e Maricës, që është 1371, ka shënime. Ka shënime edhe nga Osmanët, ka shënime edhe nga koalicioni apo nga alianca krishtere balkanike. Por pavarësisht ai arritën ta krijonin këtë gjë. Por për betejën e Kosovës nuk ka, çuditërisht nuk ka. Dhe në këtë betejë, sipas këtyre që i marrin minimalistët, dikun rreth 50.000 ushtar të dy palëve janë konfrontuar. Domethënë një betejë 50.000 ushtar në shekullin e 14 është ekuivalente me një betejë tashti dikun 1 milion apo 2 milion ushtar. Dhe asku nuk regjistrohet. Ke parasysh? Apo të kthehemi te demonstratat e të Thënishit. Ke parasysh? Asku mos regjistrohet, edhe duke patur gjitha ato embarkat, cenzur, po megjithatë ne kemi shënime, kemi fotografi. Ke parasysh të thëni të kesh shënime se filan fabrika është përru, plani është realizu, aq, por për protest mos ketë asnjë dhënë shkruar. Ka logjik, s'ka logjik. Nëse ka qenë një proteste madhe, duhet të regjistrohet. Nëse ka qenë betejë, duhet të regjistrohet. Tash nisemi nga ana osmane. Shiko, nga kur Osmanët e zaptuan Niken, domethënë që sot quhet Izmit. Osmanët kanë patur shënime për gjitha betejat edhe brenda bejliqeve të tyre. Sepse kohën kur krijohet ka regjistruar dhe tokat në fshatin më të largët, jo me një betejë. Absolut. Po nga koha kur krijohet sultanati Selgjukët ishin edhe ata Turq Oghuz, po fis tjetër, pra Osmani ishte i fisit Kri. Fillon të sjell mercenar nga popujve turq atlaj. Sepse jeta nomade, në atë kohë ishte përparësi nomadëve. Prandaj edhe Timurët ishin suksesshëm lart. Për faktin se Evropa e qytetëruar, romake, ishte fut moti në feudalizëm. Në feudalizëm, popullata fshatare, pa edhe ajo qytetit, punon të tokën. Dhe u lajmëruan
ushtria si klasë e veçantë. Tash varësisht se sa ish feudali mbreti i pasur, kishte edhe ushtrisë, ata paguheshin, ishte profesion t'jesh ushtar. Gjësa popullata tjetër, madje nuk dinin t'i kaluronin edhe kuajt, sepse kuajtet cilët i manin ishin për të lavruar, për punë bujqësisë, nuk ishin për gjuetia. Gjësa popujt nomad, do të thonë lindshën kali, tanë jetën ti jetojshe me kali, sepse ishe në udhtim. Pastaj gjuetia ishte, si them, burimi kryesor i ushqimit, që në fëmijëri ti mësoheshe me shigjet, me punu, me gjujt, kafsh, sepse përndryshe vdishe uni. Pastaj natyrisht edhe me shpata, sepse shumë herë atakoheshe nga kafshët e egra dhe pra, me fjalë tjera që në fëmijëri kalon të atëfar regrutimin ushtarak gjdo mashkull. Prandaj edhe ishin të suksesshëm në luftra. Pa, një feudal i Evropës romake mund t'i regrutonte, mund t'i mobilizonte dikun, hajt po themi nëse ishte shumë i pasur, 1000 ushtar profesionist që i zotronin mjetet e luftës dhe të tjerë t'i kishte fshatar. Gjërsa popujt nomad 1000, 2000 ishin të gjithë ushtarë si cili i zoti, si cili i shkath me shigjet, si cili i shkath me shpat e tjera tjera. Pra kjo Osmanëve ju ndihmoj shumë, por ke parasysh në këtë periudhë Osmanët akoma ishin bejlik. Do më thonë, me pushtimin e Dernës, apo Adrianopolis, si që i quhet, pastaj u bën një bejlik i respektuar, sepse e kontrollonin grykën e Bosforit, dhe ju qitnin tatim anijeve tregtare, sidomos këto të Venecisë, Venedikut, e Firenzës, e të gjitha të tjera. Dhe natyrisht me ma shumë ari, ishin gjendje dhe të paguanin edhe ushtar nga bejliqet tjera. Por në këtë periudhë janë disa luftra, pra bejliku i Osman nuk ishte i madh. Ishte qyteti Sojit, qyteti i origjinës, ku lindi Osmani, dhe pastaj u pushtua Bursa dhe Edirna. Këtë kohë Edirna, po Adrianopolis ishte kryeqyteti i Osmanëve, i bejlikut Osman. Bejliku më i madh akoma ishin Karamanët, me të cilët ishin luftë edhe me Ajdinët, ishin luftë edhe me si Mikian tash një bejlikut me të cilën non stop ishin në luftë te Konja atje, në luftë Osmanët, më bien më pastaj, sido që të jetë. Pra, për t'i ra shkurt kësaj mesere, në këtë kohë Osmanët në rastin më të mirë kanë mund t'i mobilizojnë 10.000 ushtarë. Kjo ishë maksimumi. Madje edhe 10.000 jo, sepse ke parasysh në 1371 ishte betejë Maricës ku pati shumë të vrarat. Pastaj me 81 ishin me Hamiditët, që s'mbinte mend. Pastaj ishin me Karamanët në luftë. Aty vdisnin ushtarët, vdisnin luftarët. Ke parasysh. Pra, dhe nataliteti nuk ish, këtë kohë çdo i 5 fëmijë e mbjetonte adoleshentën. Domethënë fillimisht çdo i 2 i 3 i vdiste si foshnje, pastaj ishin ato smundjet për shkak të imunitetit të dobët të fëmijëve në fëmijërinë e hershme etj, por adoleshencën e kalonin çdo i 5 apo i 6. Pra, nataliteti ish problem. Në këtë kohë tërë Ballkani, kjo pjesa e Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, Serbisë, nuk i kishte më shumë se 500.000 banor.
se kaluan edhe nga vdekja e zezë, e cila e shka